Rreth 10 familje në lagjen stacioni i trenit në Milot përballen me përmbytjen e banesave gjatë 3 muajve të verës, jo si pasojë e rreshjeve të shiut, por nga dalja e ujrave të kanalit Vaditës të fushës së Kurbinit. Problemi përsëritet çdo sezon veror prej disa vitesh, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonës. Sipas tyre, prurjet e ujrave nga lumi i madh devijohen drejt kanalit Vaditës, por ky i fundit nuk ka kapacitet për t'i përballuar, çka bën që ujë të dalë nga shtrati dhe të përmbyt banesat. Banorët pohojnë se portat e kanalit Vaditës nuk funksionojnë dhe se pavarësisht ankesave të vazhdueshme drejtuar institucioneve përgjegjëse, deri më tani nuk është marrë asnjë mas për zgjidhjen e situatës. Ujët na përmbyt lumi i madh që e lëshojnë për vaditje, edhe e hapin pa kriter. Ktu mushet me ujë deri aty, deri në shkallë para aty mushet me ujë 20 cm me ujë kret. Ky veni këtu edhe kret anej. Ky është kanali ujrave të zeza. Qytetit Milotit kishi vje këtu e Kaloknej. Ai vje prej anej e kthe këtu e futet këtu edhe na përmbyt. 3 muaj të verës, nga 1 qershori deri me 1 shtator. To hapin lumin e madh të bos, e hapin kret, e sjellin kret, e bllokojnë kret dhe e fusin këtej. Ajo nuk e përballon kret lumin e madh. Ky kanal që vje këtu për vaditje. Po portat atje mshullaz nuk punojnë fare. Portat këtu nuk punojnë. Po janë ke bashkia edhe vjet, edhe par vjet, edhe si vjet. Nuk do të vi më ujë, nuk do të vi më ujë, nuk do të vi më ujë. Çdo verë na përmbyt me ujë. Kemi përmbytje të vazhdueshme në muajt e verës, qershor, korrik, gusht. Edhe ba 4-5 vjet kjo punë. Ka ardhur një fjalë sasi shumë e madhe ujit. Njëkohësisht kur nuk punojnë as portat në shullaz, shkarkus nuk ka se e bllokojnë këto gjatë verës shkarkusin se me qenë përmyt na dimnit ne. Po dimnit s'kena si lloj përmytje. Na përmyshin verës. Grygën e lumit dhe gje kanë hap 30 metra, ku kanali është 6 metra. Më kanë ba mu dyne me hik kret, aq ngusht ma kanë bru. Ku do që të ankosh nuk e ngrin zonin njeri. Ujrat to përmytin gjithçka. Deri të stacioni i trenit, deri rruga nacionale, krijohet një ndotje jashtëzakonshme. Në lidhje me këtë problematik, prefektura e Lezhës bën të ditur se kanali Vaditës ka një kapacitet prej 15 metra shkub ujë në sekond. Sipas institucionit, shkarkimet nga hidrocentralet në lumin madh shkaktojnë shpesh rritje të menjëhershme të prurjeve, duke e bërë të vështirë menaxhimin e situatës dhe duke sjellë dalje të ujit në sipërfaqe në segmentet më problematike të kanalit.